vala e protestuesve në Shqipëri dhe kauza e protestuesve? Jemi në ritëm? Pa. Po dukesh diçka që është shumë pritur, herë e fundit që kjo lloj kundërshtie që në 2013 kundër armëve kimike, pra që është shumë pritur dhe në momentin që erdhi duhet përshëndetur, duhet rritur dhe mbështetur. A të bëjnë këto qytetarë atë që se bëri dot Berisha për gjithë protestat e tij, të njëpasnjëshme të revolucionit? Shikoni, nuk ka rëndësi tjetër, nëse ka qëllimi. Nëse qëllimi është që të ketë rotacion, të shohim nëse kjo lëvizje do arrijë, do të vështirë. Aty pastaj mund të thuash mund të krahasohet si në Serbi, aty që nuk arriti për shembull opozita serbe, munduar rinia serbe, po deri më sot ende Vučić nuk është rrëzuar ndoshta të bën 2 vjet manifestime, kështu që mos ta vëmë stekën shumë lart e para dhe mos të vijmë në një debat kush e bën mirë Berisha apo rinia, ashtu si dhe në gjën e PS, kush e bën më mirë Berisha apo Tasha. Këto debatesh nuk kanë pik kuptimi. Duhet kapur, si thua, ai Emërusi i Bashkët i të gjitha forcave të gjalla politike ose jo politike në Shqipëri në opozitë. Të gjitha, pa përjashtim. Qofshin partitë opozitare, dhe përfshirë dhe PD-n e Berisës, qoftë edhe opinioni publik që në rrugë, kanë një Emërusi i Bashkët duan dorëheqjen e Edi Ramës. Kjo duhet mbajtur si vëmendje, jo si një ndeshje futbolli bëri gol Sumusi Berisha dhe bëjnë gol të rinj. S'ka pikë fare në kjo. E para, dhe nëse nuk arrihet dorëheqja e Ramës dhe të vështirë, të paktën të arrihet qëllimi për cilin të ngritur, rinj, dhe më pak rinj se në gjitha shtetët, pra të arrihet bllokimi i atij projekti, sepse ka bërë ky projekt, pra ka bërë kjo rezultat nga këtij projekti që media mbar botërore i kushtojnë vëmendje Shqipërisë, sepse pikërisht në mbar botë ke një val zemërimi të Trumpit, dhe pasanikëve që nuk pyesin për asgjë, pra shqiptarët konsiderohen në botë si rezistencë. Prandaj kjo rezistencë shqiptare, kjo kundërshtie shqiptare ka tërhequr vëmendjen e mbar mediave në botë, pikërisht e simbolizon atë rezistencë kundra forcave të paras, të arrogancës, kundra Trumpit që mishiron pikërisht në shkallë botërore të arrogancës. Shqiptarët sot konsiderohen si Davidi kundra Goliatit, pra si i vogli kundra të madhit, dhe të paktën kjo të arrihet bllokimi i këtij projekti, sepse për këtë gjë bota i ka sytë nga Shqipëria dhe jo më pak tek dorëheqja Ramës, për mua dishte gjë shumë mirë, por do të më vështirë për të vërtetuar. A ishte Zvorneci pika që derdhi gotën e vrerit qytetar kundrejt një sër padrejtësisht që i ka bërë politika dhe përkatësisht kjo qeveri popullist shqiptar? Absolutisht po. Zvorneci që ai kandidatori si në Proveret Arabe, që filluan në Tunizi, ku ai student i ri që ishte preparime në një treg në Tunizi, shkuan dhe ja rrëzuan, ja dogjën, ja sekuestruar mallin, dhe aty filloi ai i bëri zjarri vetes, dhe aty filloi revolucioni tunizian, që quhet Proveret Arabe, dhe pastaj ushtrim në gjithë vendet e harkut të Magrebit. Në Shqipëri është njëjta gjë, pra ose si Serbi për shembull. Ose si në Francë, me Lek Verdës. Në Serbi ishte rrëzimi i stacionit trenit në Novi Sad, apo në Francë që shtimi 10 cent të çmimit të karburantit të litrit të karburantit të naftës, ishte pikërisht pika që në Francë bëri që të shpotthej Lek Verdës, dhe ajo kundërti pastaj në Francë, që do vazhdoi me javë dhe muaj tërë, territore që përjavore, por që pastaj ajo lëvizje përmbledhi gjithçka, gjithë atë mlef nga padrejtësitë në Francë, nga jetë e vështirë. Por që po, duhet një shkak, dhe shkaku që Zvorneci. Po nëse e ballafaqojmë këtë që po ndodh aktualisht me shembullin francez, atje duket se qytetarët protestojnë për çdo gjë. Është fryma e protestës e njëjtë si tek ne? Unë bëra praktikimin me Lek Verdët, sepse pastaj ka shumë lëvizje në Francë. Mbas Lek Verdët keni edhe më të mëdhenj që ishin duke kaluar lëvizjet kundra reformës së pensioneve. Pra ai që ngjason më shumë në Shqipëri, ose kjo Shqipëri që ngjason më shumë në botë është i Lek Verdëve. Po është njëjta gjë. Dhe prandaj unë them që duke parë një gjë,
këtë lëvizje ka të vështirë të kthehen në politike me kërkesa politike. E lëvizja kështu përfundoi. Do ishte gjatë, ishte një lidhje apolitike, pastaj filluan ata, si thuaç, organizatorët të këtij nëpër media, të bëheshin publik, fitonin një lloj reputacioni, pastaj kërkuan të hyjnë në zgjedhje, më në fund pastaj zgjedhjet bëna zgjedhje. Që por ama arritën atë që për cilën u ngritën, pra ndaluan atë bllokimin e rritjes së çmimit të naftës në atë periudhë. Mendoj se i njëjti skenar do të në Shqipëri, domethënë mund të arrijë të bllokojnë projektin, por shkohet deri Drogi Ramës e shoh të vështirë sepse po shikoni edhe pesë kërkesat që janë afishuar tani, janë bërë publike. E fillojmë me Drogin e Ramës, por mbrapa çfarë ndodh? Nëse Drogi Rama do jetë një qeveri tjetër e PS-s, Ramën, deri 2029, do jetë një qeveri teknike, me zgjedhje parakohshme. Nëse ka qeveri teknike, këta që sot manifestojnë do kërkojnë ata të hyjnë në qeveri teknike, ku është zgjedhji i ministrit të tyre, pra është pak konfuze. Prandaj po them që të qëndrojnë asaj një kërkesës bazë për cilën janë ngritur, që është bllokimi absolut i projektit në zbërnec. Rama sapo ka reaguar nga Titvati, ku duket se ka gjetur fajtorët e protestës. Ai ka deklaruar se protesta po iniciohet nga iranianët. E besoni ju këtë? Jo, po është i bëra krahasim midis protestuesve në Shqipëri dhe ribelëve në Francë, mund të bëhet një krahasim midis Ramës dhe Vučić. Vučić një tragjedë. I akuzohen ata studentë në Serbi si agent të mëndeve të huaja, që kërkojnë destabilizimin e Rusisë, e Serbisë, e gjithçka, por që nuk është normale, domethënë Rama nuk është fare origjinal, dihet. Edhe Rusia, edhe Putini kur Navalny ngrihesh, i quante agentët të huajve, drejt në Rusi është krijuar tani një status agentit të huajve, kështu që ta vitën se Rama shkon deri këtu, po nuk e beson njëri, domethënë janë kaq ti thua se janë kaq brot shkolla. Aty pas agentët gjithë agentë shqiptarë ka. Kjo është pyetja. Pas agentët të Iranit, agentë Greqisë, agentë të Serbisë, agentë të Rusisë, po agentë shqiptarë ka. Si do duket roli i Berishës dhe Partisë Demokratike në të gjithë këtë, pasi duket që kanë dalë pak kundra protestës ose së pakus kanë bërë as më të voglin përpjekje për t'i mbështetur këto protestues. Është më nëncuar se kaq. Nuk kanë dalë kundra protestës, e mbështesin atë, por aty ku i ka janë në vështirësi tek PD-ja dhe Berisha është tek projekti. Pse? Sepse nëse mbrapa këtij projekti është familja Trump, Berisha e ka afishuar që ai kundra familjes Trump ngrihet kurrë. Për të është përsa e fundit Trump. Kjo e një të thuash Partia Demokratike është sot në një situatë të vështirë sepse është për protestuesit, është për rezimin e Ramës, është pikërisht për gjithë që thonë këta njerëz në protesta që i thashë bërë vështirë, ka padrejtësi këta Berisha thotë që prej vitesh. Nuk është atë problemi. Problemi është se Berisha thotë që unë jam pro politik, siç edhe pro bordit partës. Kjo është pak a shumë ajo. Ai kursi ka rënë PD-s fundali sepse ai është pro Trumpit. Duhet ta këshillojë për mendimin tim të kurs, duke thënë që PD-ja i mbështet fort, edhe PD-ja mendon se ky projekt është ekonomikisht i mirë për Shqipërinë, ka drejtë të thonë. Nuk është mendimi im, por ka drejtë të thonë. Po PD-ja thoshte që por ama me neve në pushtet do zbatojmë demokracinë dhe do e fshojmë popullsitar në referendum. Që janë pro, të votojnë pro, që votojnë kundër. Ky do të qëndrimi për mendimin tim më i mirë PD-s. Zgjodhën rrugën të jenë pro projektit, sepse janë pro Trumpit, por njëkohësisht do të jenë pro projektit edhe pro Ramës. Dhe kjo bën atë një lloj si thua zhurmuesi. Që për mendimin tim ishte evituar. A mendoni se partitë e vogla si Agron Shehajt, Adriatik Lapajt apo dhe Arlin Qori do ta helmojnë protestën e qytetarëve në Tiranë? Jo. Ato do të vijë ta rikuperojnë, për ta helmojnë. Kjo është edhe një herë, nëse protesta do si pikë të parë rrëzimin për Drogin e Ramës, ta helmojnë. Të gjithë as Berisha, as Shehaj, as Klapa, as një interes të helmosh një lëvizje që kërkon të rrëzojë kundërshtarin tënd. Çfarë opozite po bën Partia Demokratike sot që flasim sipas jush, sa efektive? Në një ndeshje futbolli, efektiviteti matet me shënimin e golave 1 dhe fitimin e ndeshjes 2. Tu si matet efektiviteti?
Dhe matët e Fidelit me të bërë në opozitë, ata janë 100%. Dhe gjithçka që thotë sot kjo rini në rrugë, e thot prekohesh edhe KPD. Pra ka Bjerje, ka Rafiqe, ka Padreci. Nëse tani efikasiteti matet me regimin e Ramës, jo. Po nuk është në Shqipëri, as në Serbisë po rëndot, as në Turqi po rëndot. Në Rusi jo. Që duhet pastaj që pak një ndihmë nga perëndimi. Hungaria si ndemoj shumë perëndimi. Sepse Europa bëri, po, vendos të bëj fushat kundra Orbanit në Shqipëri, Europa s'bën fushat kundra Ramës. Apo nxiton Brukseli me integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe nëse po pse? Po nxiton jo në integrim, po nxiton në aprovimin e disa reformave që nuk janë bërë. I ka fjalën për IBAR-in. IBAR-i është aprovim i asaj që është ndërmarrë në Shqipëri në lidhje me shtetin e të drejtës. Edhe sot europianët ndjen keq duke parë çfarë ndodh në Shqipëri, sepse me të duket në shtetin e drejtës nuk ekziston në Zvërnec. Këtu po gabojnë. Mund të kishin qenë edhe më të rreth, do mos shkonin këtë etapa më pasme, pa dhënë disa prova tek etapa aktuale. Në rastin konkret, Rama duhet për shembull në etapën aktuale të bënte reformën zgjedhore. Sipas standardeve të OSBE-s. Rama duhet të kishte pritur Europa që të mbante zgjedhjet lokale që mbahen në përndërshëm, sepse zgjedhjet lokale në Shqipëri mbahen në pranverën 2007, kurse fundi negociatave është në 31 dhjetor 2007 në më të shpejtin e rasteve, kështu që s'kishte asnjë nguc nga ana Evropës të priste. Pra, ju dha Shqipërisë të Ramës një bonus, pra IBAR-i, dhe në shkëmbim Shqipëria të Ramës nuk dha asgjë, plas për kapitullin 34, për kapitullin që lidhet me shtetin e të drejtës. Në të pikpamje po e propagandoj.